Tragjike në Itali u fut në lum për të shpëtuar djalin e tij, 38 vjeçari merret nga rryma e ujit dhe humb jetën. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Itali, ku një 38 vjeçar humbi jetën pasi u hodh në lumin Tagliamento për të shpëtuar djalin e tij të vogël që ishte marrë nga rryma e ujit. Ngjarja ndodhi pranë Roncis di Latisana në provincën e Udines në viaduktin e autostradës A4. Alarmi u dha nga kalimtar të rastit, të cilët njoftuan shërbimet e emergjencës pasi pan persona në vështirësi në ujë. Sipas autoriteteve italiane, viktima ishte një murator 38 vjeçar me origjinë nga Baku i Azerbajxhanit, i cili jetonte në Ponteba në provincën e Udines. Raportohet se ai udhë në ujë pasi djali i tij 5 vjeçar e gjysmë u mor nga rryma. Bashkë me të ndodheshin edhe 2 vajzat e familjes, 9 dhe 11 vjeç. Babai arriti të nxirrte djalin në breg, ndërsa 2 vajzat dhe nëna e tyre u ndihmuan nga persona që ndodheshin pranë vendit të ngjarjes. Menjëherë pas shpëtimit të birit, 38 vjeçari u zhduk në ujërat e lumit. Në vend ngjarje ndërhyn zjarfikësit, një helikopter dhe zhytësit, të cilët nisën menjëherë kërkimet. Pas disa orësh trupi i pajetit burit u gjet në bregun tjetër të lumit. Ndërkohë, djali 5 vjeçar, i cili kishte pësuar sindrom të rëndëmbytje, u transportua me helikopter në spitalin e Udines. Mjekët konfirmuan se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën.